A keni ditur që ekziston një xhami e ndërtuar me teknikën pa gozhd në Turqi, e cila qëndron në këmbë prej 2 shekujsh. Xhamia e ndërtuar duke përdorur teknikën pa gozhd në qytetin Çaykuma, në qytetin Zonguldak të Turqisë, ka mbi 200 vite që mirëpret besimtarët e saj. Të dhënat zyrtare nuk tregojnë se kush e ndërtoi xhamin qendrore të fshatit Aksa Hatipler, e cila është një nga shembujt më të bukur të arkitekturës së Drurit. Xhamia 2 katërshe prej Drurit, e cila ka mbijetuar me restaurime të ndryshme brenda saj, ka sfiduar kohën duke u shërbyer qytetarëve nga fshatrat përreth për mbi 200 vjet. Kryeplaku i fshatit, Nizametin Akaja, ka thënë për Anadolu Agency se historia e xhamisë daton që nga kohërat e vjetra. Akaja tha se objekti i faljes u ka shërbyer 25 fshatrave për shkak se në fshatrat përreth nuk kishte xhami shumë kohë më parë. Ai theksoi se kati i dytë ishte ndërtuar sepse ishte pamjaftueshme për xhamatin e besimtarëve, kur ajo ishte një katëshe. Ky vend adhurimi është ndërtuar duke përdorur teknikën çanti, ku drurët ndërlidhen me njëri tjetrin pa përdorur gozhda. Është një nga veprat më të njohura të Turqisë. Është vepër që duhet mbrojtur. Aktualisht përdoret në mënyrë aktive nga fshati ynë, mirëmbahet nga fshatarët tanë dhe është vepër historike ku vazhdimisht kryejmë adhurim, ka thënë Akaja. Ai potencon se njerëzit që janë kurioz për xhamin vijnë për të vizituar fshatin e tyre dhe se vendi i adhurimit hedh dritë mbi historinë duke qëndruar ende në këmbë tash e 200 vite.